Është mrekullia për të cilën flasin të gjithë, por askush nuk e shpjegon dot. Ali Jakubov është vetëm 9 muajsh e nuk mund të quhet as pak një fëmijë i zakonshëm. Foshnja i ka ndryshuar jetën prindërve të tij, ndërsa shtëpia ku familja jeton në jug të Dagestanit është ndërruar në vend pelegrinazhi. Çdo ditë aty mbërrin deri në 2000 besimtarë musliman që duan të shohin çudinë e madhe. Vargjet të Kuranit shfaqen në lëkurën e foshnjës, e më pas zhduken sërish. Këtë fillim javë në krahun e djathtë të Aliut lexohej: "Falendero Allahun e i mirënjohës ndaj tij." Kur mbërritën gazetarët, nga fjalia kishte mbetur vetëm një fjalë. Shkrimet ngjasojnë me shenja apo nishane të mëdhenj ngjyrë roz, siç e tregojnë dhe fotografitë. Prindërit rrëfejnë se fillimisht menduan mos bëhej fjalë për ndonjë irritim, por mjekët nuk dinin ta shpjegonin si fenomen. Shkronjat shfaqen në pjesë të ndryshme të trupit e përpara këtij fenomeni, fëmijës i rritet temperatura deri në 40 gradë Celsius. Si për ta thelluar edhe më shumë misterin, specialistët thonë se foshnja lindi me sëmundje ishemike të zemrës e paralizë cerebrale, ndërsa tani është krejtësisht i shëndetshëm.